Shëndetësia falas që vret, Shqipëria ku jeta shpëtohet vetëm nga fondacionet. Në Shqipërinë e vitit 2025, qeveria e Edi Ramës ende guxon të deklarojë me krenari se shëndetësia është falas. Por realiteti është shumë më i errët. Çdo ditë, mijëra qytetarë shqiptar përplasen me dyert e spitaleve publike, përballen me mungesë mjekësh specialistë, aparaturash bazike, trajtimesh moderne dhe mbi të gjitha, me mungesën totale të humanitetit. Ndërsa ministrat e shëndetësisë japin konferenca për shtyp me grafika ngjyrash, realiteti jeton në rrjetet sociale. Në çdo ditë të javës, në faqet si Joqë Albania, Firdeus Channel dhe në emisione humanitare si Shqiptarët për Shqiptarët, shfaqen fytyrat e dhimbjes shqiptare, fëmijë, nëna, baballar, që kërkojnë ndihmë ekonomike për të shpëtuar jetën jashtë vendit. Po, jashtë vendit. Sepse në Shqipërinë ku shëndetësia është falas, nuk ke ku kurohesh. Mjekët më të mirë janë larguar prej vitesh, spitalet janë kthyer në magazina inekzistence, ndërsa pacientët sillen si pak oposte midis spitaleve publike dhe klinikave private, ku i njëjti mjek që refuzon të ofrojë ndihmë në spital, i pret me buzëqeshje mercenare në klinikën e tij përpara. Falas, por me çmim jete. Nëse do të ishte vërtet falas, pse ekziston Firdeus Foundation, që çdo ditë publikon raste për ndihmë emergjente? Pse çdo javë, Joqë shpërndan thirrje për fëmijë që luftojnë me leucemi, për nëna që presin transplant, për baballar që kanë humbur çdo shpresë? Pse duhet që një 12 vjeçar si Sadiku, apo një vajzë e vogël si Kristina, të nisen drejt Italisë për të marrë shërbimin që shteti shqiptar duhet t'ua kishte dhënë këtu? Sepse sistemi shëndetësor shqiptar ka dështuar. Dhe nuk është dështim i sotëm, është dështim 35 vjeçar, një zinxhir pa aftësie dhe korrupsioni që çdo qeveri e ka trashëguar, e asnjë nuk ka guxuar ta shkul. Mjekët që u kthyen në tregtar. Një pjesë e madhe e mjekëve sot nuk janë më bluza të bardha, janë tregtar me stetoskop. Punojnë në spital për detyrim, por pacientët i drejtojnë tek klinika private, ku mund të kujdesen më mirë. Kujdesi më i mirë në këtë rast është çmimi më i lartë. Ata që s'kan mundësi, presin radhën e vdekjes nëpër korridoret e spitaleve publike. Në një sistem të tillë, ndërgjegjja është zhdukur dhe çdo neglizhencë është një vrasje e bardhë, pa armë, por me nënshkrim mjekësor. Kur jeta varet nga solidariteti, jo nga shteti. E ndërsa shteti flet për reforma, njerëzit e thjesht shpëtojnë jetë. Janë fondacionet, emisionet dhe qytetarët që mblidhen për të dërguar një fëmijë drejt Italisë, një nën drejt Austrisë, një baba drejt Gjermanisë. Ata janë mjekët e vërtet të këtij vendi, sepse kanë një gjë që sistemi se ka më, zemrën. Kemi parë qindra raste të shpëtuara nga Firdeus Foundation, fal donacioneve të njerëzve të thjeshtë që nuk kanë shumë, por japin shumë. Dhe prap, për çdo jetë të shpëtuar, ka dhjetëra që humbin, sepse shteti mungon. Koha për përgjegjësi. Kjo nuk është thjesht një çështje morale. Kjo është çështje përgjegjësie penale dhe institucionale. Çdo pacient që ka humbur jetën për shkak të neglizhencës mjekësore, çdo rast ku diagnostikimi i gabuar ka çuar në tragjedi, duhet të hetohet. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Shëndetësisë duhet të mbajnë përgjegjësi publike dhe ligjore. Nuk mund të ketë shëndetësi falas kur qytetarët paguajnë me jetën e tyre. Nuk mund të ketë reforma kur çdo ditë njerëzit mbledhin ndihma për të kuruar jashtë vendit. Nuk mund të ketë drejtësi kur mjekët e paaftë dhe të korruptuar ecin të lirë, ndërsa viktimat e tyre prehen në heshtje. Një thirrje për veprim. Shqiptarët duhet të kërkojnë llogari dhe drejtësi. Për çdo jetë të humbur padrejtësisht, për çdo pacient të mashtruar, për çdo familje të shkatëruar nga një sistem që e quan veten falas. Duhet të kërkojnë heqjen e licencës për mjekët që abuzojnë, mbylljen e klinikave private që funksionojnë si pazare dhe rikthimin e etikës mjekësore në themel të profesionit. Sigurimi i jetës, mburoja që shteti se ofron. Në këtë realitet të errët, specialistët e fushës së sigurimeve të jetës japin një këshill të thjeshtë, por jetike. Bëni një sigurim jete minimal, qoftë edhe 1 vjeçar. Një sigurim jete nuk është luks, por mbrojtje. Në rast të ndonjë pakujdesje mjekësore, ju jo vetëm që jeni të mbuluar financiarisht, por kompania e sigurimit mund të ndjekë ligjërisht rastin deri në fund, duke kërkuar drejtësi ndaj çdo mjeku që ka vepruar me neglizhencë apo pa etikë. Në një vend ku sistemi nuk të mbron, sigurimi i jetës bëhet arma e fundit e qytetarit kundër padrejtësisë. Fjala e fundit. Shëndetësia nuk është luks. Është e drejtë themelore.
Dhe kur shteti dështon ta garantoj, ai bëhet bashkëfajtor në çdo vdekje. Shëndetësia falas e Shqipërisë është sot një sarkazëm kombëtare, një sistem që nuk shëron, por varros. Deri atëherë, shqiptarët do të vazhdojnë të shpëtojnë njëri tjetrin, me zemrën që shteti se ka më.